po shkërmoqet dhe nuk pret asgjë tjetër, vetëm mbrullin ton, zemrimin ton, vendimin ton, për na fshirë nga historia. Po këtë javë, në vendin më të sigur, të supozuar, masakra, kur banda të qeverisë likuidojnë banda tjera të qeverisë. Por ajo që kulmoi në qendrimet e narkoshtetit ishte mbyllja de facto e narkoparlamentit. Edi Rama dhe bande e tij të dalë nga dhunimi i votës, të dalë nga grabitja e votës, të dalë nga parat e drogës, nga aferat më të mëdha korruptive, kanë frikë dhe të merë nga fjala e deputetëve të opozitës në parlament. Ndaj dhe ata zgjodhen për të mbrojtur ndaj jush, të vendosin terrin, të vendosin bllokimin, të vendosin errësirën. Në 10 seanca parlamentare si kur në njërë në histori, në asnjë vend, opozita u lejuat të debatoj vetëm në një seancë. Në 10 seanca parlamentare, qeveria e përbër nga individ të lidhur ka me krye me krimin, e përbër nga lumira edhe tjerë, u votua për 28 minuta për të treguar sa ja ka frikë të merë nga ju, sa jo s'del dot para jush.